Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa usallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, atë lavdërojmë, atij jemi minjohës, çëm salavat për profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Dhe më pas, tashmë jemi në ajetet 17 deri 20 të surës Sad. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në përkthimin e këtyre ajeteve: por ti bëj durim ndaj asaj që ata thonë dhe kujto robin ton Daudin, të fuqishmin. Ai gjithmonë kthehej tek Allahu. Ne bëm që edhe malet së bashku me të bënin tasbih. Tasbih është lavdërimi i Allahut subhanahu wa ta'ala dhe bërja e tasbih, pra subhanallah etj etj. Ne bëm që edhe malet së bashku me të bënin tasbih në mbrëmje e në mëngjes. Edhe shpendët mblidheshin tuf dhe të gjithë së bashku me të i drejtoheshin Allahut. Ne e forcuam sundimin e tij, si edhe i dham urtësinë dhe drejtësinë e gjykimit. Në këto ajete shihet qartë që Allahu subhanahu wa taala i sjell një shembull profetit e tij të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ka shembull më të mirë se sa të dërguarit e Allahut azza wa jalla. Mendo, kur të dërguarit e Zotit dhe qëndrueshmëria e tyre, durimi i tyre për kushtimin e adhurimit në Allahut subhanahu wa taala, janë shembuj më të mirë për kë? Për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë si mendon për njerëzit e tjerë? Ky është mesazhi i qartë që njohja e historisë së profetëve nga Kurani dhe nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam është nga njohuritë më të dobishme, të cilat i japin njeriu qëndrueshmëri, i japin shembull të mirë, e bëjnë që elhamdulillah ai të jetë i përkushtuar në rrugën që e ka nisur për hir të Allahut subhanahu wa taala. Filloj me ajetet: por ti bëj durim ndaj asaj që ata thonë dhe kujto robin ton Daudin të fuqishmin. Ai gjithmonë kthehej tek Allahu azza wa jalla. Thon dietarët, thot Imam Ibn Kathiri, ai ishte i fortë në diturinë e tij. Gjoni me kujdes se Allahu subhanahu wa taala e ka përshkruar Daudin të fuqishmi, i fuqishmi. Megjithse përshkruhet se Daudi alayhis salam ka qenë jo shumë i gjatë në shtat. Shtati i tij ishte mesatar ose anonte tek, thuhet, pra te shkurtësia të themi. Megjithatë Zoti subhanahu wa taala e quan të fuqishmin. Ai ishte i fortë në diturinë e tij, thon dietarët, në punët e mira, në adhurime dhe në bindje ndaj Zotit. Pra fortësia me sematet. Me këto që përmenden dietarët. Në dy sahihet, pra Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, vjen një hadith nga profeti i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: namazi më i dashur për Allahun është namazi i Daudit. Dhe agjërimi më i dashur tek Allahu është agjërimi i Daudit alayhis salam. Ai flinte gjysmën e natës, pastaj ngrihej dhe falte namaz në 1/3 e saj. Flinte përsëri dhe pastaj në 1/6 e saj. Ai agjeronte një ditë po dhe një ditë jo. Dhe kur nuk i kthente shpinën armikut në betejë, kur përballej me të. Ai kthehej gjithmonë tek Zoti, pra ishte prej Awabina, Yaubu, kthehej gjithmonë tek Zoti xheleshanu. Për të gjitha çështjet e tij. Pra me mbështetje, me përkushtim, me adhurime, me lutje, me sinqeritet. Dhe normal, nëse nuk kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, njeriu që është udhëheqësi i njerëzve, dhe ai ishte mbret, ishte profet, ishte edukatori i njerëzve. Nëse një i tillë nuk kthehet tek Allahu me të tilla cilësi që përshkruan Allahu subhanahu wa taala për Daudin alayhis salam, atëherë domethënë kush do kthehet? Dhe mendoni këto këshilla ja jep Zoti subhanahu wa taala kujt? Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po e përgatiste Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për përballjen e madhe në jetën e kësaj dynjaje. Dhe së bashku me profetin e tij, edhe ummetin e tij. Sepse ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është ndjekësi i këtij profetit fundit dhe ata do të jenë edukatorët e njerëzve. Në fakt, po ta mendosh, çdo kush ka një farë udhëheqësie në jetën e tij, apo jo? Dikush i cili mund të jetë udhëheqësi i një pjese të madhe njerëzish, dhe këta janë të pakët, sigurisht, udhëheqës shteti ose udhëheqës i një shoqërie ose një ndërmarrje, të themi, përgjegjës për një grup të caktuar, udhëheqës është edhe prindi në familjen e tij. Edhe nëna e fëmijëve të saj. Pra, kur themi udhëheqës, duhen të gjitha këto cilësi
janë të nevojshme për një udhëheqës që të përmirësohet gjendja. Dhe subhanallahu gjendja e ummetit përmirësohet vetëm përmes këtyre mënyrave që ka thënë Zoti xhaleshano. Nuk është e thënë që të kesh forcë me patjetër forcë. Dhe subhanallahu jo më kot e solli Daudin alayhis salam, Zoti xhaleshano si shembull kujt ja solli profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Për të treguar që forca qëndron pikërisht në përkushtimin e Allahut xhaleshano, adhurimin ndaj tij, përkushtimin në zbatimin e urdhëresave të tij. Durimin në përballje, durimin edhe në fyerjet ose përbuzjen që tregojnë krijesat ndaj të vërtetës dhe profetëve. Ti duron ndaj asaj që thon ata dhe përkujto robin ton Daudin. Kështu drejtohet fjala e Zotit zemrës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në vazhdim e surës Sad. Pas përmendjes së talljeve dhe akuzave nga mohuesit e Mekës, që e quanin profetin magjistar dhe gënjeshtar, Zoti subhanahu wa taala e qetson të dërguarin e tij duke i urdhëruar durim. Kjo thirrje hyjnore nuk është vetëm ngushëllim, por edhe mësim për ne. Në përballje me fyerjet apo në çmimin. Në përballje me përgjegjësitë që kemi në jetën e kësaj dynjaje, sikurse e thash, të gjithë ne jemi në një farë udhëheqësie në këtë dynjë. Si tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo kush nga ju është bari, është udhëheqës, dhe çdo kush nga ju është përgjegjës për tufën e vet, për grigjen e vet. Pra do më ka një farë udhëheqësie dhe ne kemi nevojë që në përballje me fyerjet, për çmimet, përballje me përgjegjësitë që kemi në këtë dynjë, duhet që të bëjmë atë zgjidhjen fisnike që është durimi dhe falja dhe përkushtimi në adhurimin e Allahut xhaleshano. Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë të dërguarit e tjerë u përballën me sprova e dëme dhe mundime nga popujt e tyre. Por i ka përcyer me qëndrueshmëri. Dhe kjo qëndrueshmëri nuk vjen nga boshllëk. Qëndrueshmëria vjen sepse njeriu e përgatit veten për qëndrueshmëri, përmes mënyrave që Zoti ka zgjedhur subhanahu wa taala dhe i ka shtjelluar për profetët e tij sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Saadi thot në shpjegimin e ajetit: bëj durim ashtu sikur se bën durim edhe profetët para teje. Pra jo vetëm për Daudin alayhis salam, por për gjithë profetët, thot Sheikh Saadi. E këshillon Zoti profetin e tij që të bëj durim si ata. Dije se fjalët e tyre nuk e dëmtojnë as pak të vërtetën dhe as ty. Shpeshherë njeriu duke dëgjuar fyerje, tallje, përçmime, domethënë nga njerëzit të cilët e nëpërkëmbin punën e tij, bamirësinë e tij, davetin e tij, edhe përpjekjet e tij, shpesh rëndohet në shpirt. Edhe mendon se ndoshta daveti dhe puna e hajrit mund të dëmtohet nga këta njerëz që flasin ose përgojojnë ose përdosin punën e bamirësve, njerëzve të mirë. Kurrës, thot Sheikh Saadi, nuk mund të dëmtoj fjalët e atyre që flasin lart e poshtë, punën e punëmirëve. Dije se fjalët e tyre nuk e dëmtojnë as pak të vërtetën dhe as ty. Ata dëmtojnë vetë se veten e vet. Pasi urdhëroi profetin e tij, vazhdon Sheikh Saadi, Allahu mëshiroft, që të bënte durim përballë keqtrajtimit nga populli i tij, Allahu subhanahu wa taala e urdhëron që të jetë i durueshëm dhe i tregon mënyrën si të jetë i durueshëm. Cilat janë mënyrat që njeriu të bëhet i durueshëm? Ja tregon Zoti subhanahu wa taala profetit e tij, sepse durimi kërkon forcë shpirti, forcë zemre. Dhe kjo forcë nuk vjen me duke kalitur muskujt ose me ndonjë mënyrë njerëzore, të themi mënyrat e kësaj, mënyra toksore. Kjo mënyrë vjen vetëm me formën që ka dëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Pra durimi kalitet në shpirt vetëse përmes rrugëve që e ka përcaktuar Zoti xhaleshano. Prandaj thot Sheikh Saadi e vëren shumë thellë, domethënë ajetin, dhe thot pasi urdhëroi për durim, i tregoi mënyrën se si të duroj. Dhe kjo vjen në ajete të tjera në Kur'an. Sjell Sheikh Saadi ajete të tjera të ngjashme që urdhërojnë për durim dhe tregon disa nga aspektet e durimit që do të bëjnë ata që kanë mbi supe udhëheqëse, udhëheqësi në këtë dynjë, pra, të janë të parët në dynjë. Ata barin që përmend më pak më sipër. Dëgjoni çfarë thot Sheikh Saadi dhe ajetin që ai përmend nga surja Taha. Pra, Allahu i Madhëruar e urdhëron që të jetë i durueshëm nëpërmjet adhurimit të Allahut së një dhe i vetëm dhe të kujtoj gjendjen e adhuruesve të sinqertë të Zotit, pra prej profetëve dhe njerëzve të mirë që kaluan para nesh. Kjo është mënyra se si besimtari e kalit durimin në shpirtin e tij. Ky është mësim shumë i vyer. Pra do të kalitësh durimin, shiko historinë dhe sjelljen e të parëve. Qofshin ata profet, qofshin ata sahabët e profetëve, shokët e profetëve dhe njerëzit që e mbështetën dhe pas profetit ton dhe pas sahabëve
brezi tabeinëve, imamëve të mëdhenj, të cilët e mbajtën mbi supe këtë fe dhe e shtjelluan dhe e sollën siç Zoti subhanahu wa taala ja dha profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe brez pas brezi erdhi deri sot. Pra shiko durimin e tyre, qëndrueshmërinë e tyre në mbajtjen e fesë Allahu subhanahu wa taala. Ky është qëllimi pse muslimani është sjell në këtë jetë. Pra që alhamdulillah ta zbatoj fenë Allahut në veten e vet dhe t'u çojë të tjerëve me durim dhe qëndrueshmëri. Dëgjoni ajetin. Thot Allahu subhanahu wa taala: Fasbir ala ma yaqulun. Bëj durim pra ti, bëhu i durueshëm ndaj asaj që thon ata. Siç e tham pak më sipër. Për shpifjet, trillimet, nënçmimet, përshmimet e punës së mirë, talljet nga ata njerëz që tallen me njerëzit e mirë dhe bëjnë punë hajri. Pra, bëhu i durueshëm ndaj asaj që thon ata. Dhe lavdëroje dhe falenderoje Zotin tënd. Sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. Para se të rinë dielli dhe para se të perëndojë ai. Dhe në orët e natës dhe skajt e ditës. Fa ana al-layli wa atraf an-nahar. Edhe një në orët e natës dhe skajt e ditës. La'allaka tarda. Ndoshta pra me shpresë që ti të kënaqesh. Dhe kjo është një mesazh shumë i fortë. Do të jesh i kënaqur në jetën e dunjas, i kënaqur në jetën e barzahut, i kënaqur në jetën e ahiretit. Atëherë kjo është mënyra. Bëj tasbih Zotit, përmend Zotin. Pra, para lindjes së diellit, para perëndimit të tij, në skajt e natës dhe të ditës, janë namazet pra, këto janë 5 kohët e namazit përmendur në ajet Kurani, dhe duke bërë dhikr sa më shumë. Pastaj thot, dhe mos ja ngul syt bukurisë së kësaj jete, me të cilën ne I bëm të kënaqen disa prej tyre. Wama tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan zahrat al-hayat ad-dunya. Dhe mos wahidh shikimin atyre stolive me të cilat ne I kemi begatuar dhe dhënë disa prej krijesave, mohuesve, që në fakt për t'i sprovuar me të, thot Allahu xhaleshano. Edhe kjo është këshill e fortë. Do të jesh durimtar në mënyrën që ke zgjedhur të jetosh, të adhurosh Allahun subhanahu wa taala, të adhurosh Zotin brenda kufive, larg harameve, larg shfrenimeve, dhe përmbushjes së çdo lloji epshi dhe dëshire të nefsit. Atëherë një nga masat për të ndihmuar, përveç se thamë sipër, mos ja hidh syt atyre stolive me cilat I ka stolitur Zoti subhanahu wa taala disa prej mohuesve, që në fakt tha li neftinahum fi, për ti sprovuar me ta. Pra një hap I fortë është kujdes, mos e infekto zemrën. Ruaj shikimin, ruaj dëgjimin, ruaj zemrën, mos I hidh syt me ato, se njeriu prej mishit dhe gjaku është. Nëse njeriu hedh syt dhe shikon këto kënaqësi, ndoshta që I futet ajo dëshirë në zemër, e shikon vetëm mbas të privuar në jetën e kësaj dhunjaje. Pse nuk e? Se njeriu është kurioz. Kërkon të shijoj, kërkon të provoj shumë e shumë, domethënë për kënaqësive të kësaj dhunjaje. Pa kujdes. Hapi dytë. Kjo është mënyra edhe një herë po e kthej një logjikën, Sheikh Saadi sjell këto ajete për treguar me ç'mënyrë njeriu do të kalis durimin e tij në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Tasbihu, e dyta, çfarë ishte? Pra ruajtja e zemrës nga rrugët e devijimit. Mos ja hidh syt, mos ja hidh vesër, mos I dëgjoj. Madje edhe fjalëve të atyre që tallen dhe hedhin romuze ose përshmojnë punën e bamirësve, mos u ahith dëgjimin fare dhe as zemrën, mos u merr fare me ta. Pse? Sepse ato të ngëndersojnë. Ato të bëjnë domethënë që të mos preokupohesh me atë që ke hajër, por se të humbasësh kohë, biles edhe nervat dhe zemrën dhe shpirtin tënd ta humbasësh me gjëra të kota. Shpërblimi I Zotit tënd thot është më I mirë dhe I përjetshëm. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Pra, në momentin kur ti heq dorë dhe nuk u hedh syt stolive të kësaj dhunjaje, siç bën njerëzit zakonisht sot. Çfarë të ndihmon në këtë? Të ndihmon kjo që thot Zoti, shpërblimi I Zotit tënd, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Shpërblimi I Zotit tënd është dije se është më I mirë dhe mbetet për jetë. Pra, krahaso që të ndihmoj, domethënë ta mbash veten brenda kufive, pse e privove veten nga gjithë këto kënaqësi të kësaj dhunjaje, edhe gjithë këto dëshira që ata I përmbushin mohuesit. Çfarë ndihmon në këtë? Kujtoj që rizku I Zotit, që është halal, është shumë I mirë. Dhe ai është I përjetshëm pastaj. Shpërblimi I Allahut është I përjetshëm. Nuk është vetëm kënaqësia në jetën e kësaj dhunjaje, por do të jesh I përjetshëm në kënaqësitë e Allahut. Nuk ka të krahasuar bukurinë dhe mirësinë që dëshiroj ai domethënë njeriu në xhenet nga Zoti I tij, subhanahu wa taala, me kënaqësi që I la në jetën e kësaj dhunjaje. Wallahi nuk vlen fare. As pak. Ato janë të përkohshme, madje shpeshherë janë të përziera me poshtërim, me përçmim, me mosnderim të vetes tënde. Dhe në fundit me dëshpërim, Allahu na ruaj. Pastaj Allah subhanahu wa taala në këtë ajet në surën Taha, që I sjell Sheikh Saadi,
po në ajetin që po flasim në surën Sad, thot, urdhëroje familjen tënde për që të falë namaz. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alejha. Urdhëroje familjen tënde për namaz. A thamë për udhëheqësin. Në udhëheqësi bëjnë durim. Do të rregullohet dynjaja. Si e rregullojnë muslimanët dynjan? Ja si e rregullojnë. Urdhëroje familjen tënde për namaz. Këto ajete i vinë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam drejt për drejt nga Zoti. Wa'mur ahlaka bis salah. Urdhëroje familjen tënde për namaz. Wastabir alejha. Nuk thë wasbir dhe bëj durim. Wastabir, që të thot bëj durim të fortë, këmbgulës, asnjë çast mos e hiq vëmendjen. Asnjë namaz të vetëm. Që të tolerosh, domethënë që të mund të mos falet ashtu si duhet. Pra, wastabir tregon rëndësinë e madhe dhe durimi që duhet të tregosh. A thamë që jemi këshilluar për durim, për çfarë durimi bëhet fjalë? Për çfarë durimi bëhet fjalë? Ja, këto janë durimi. Durimi për adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, durimin të ruar zemrën nga ato shfrenime që mund të infektojnë nëse i hedh syt te kënaqësit e kësaj dynjaje. Qetësoj veten, bëj durim dhe shikoj që shpërbimi i Allahut është më i mirë dhe do vetë gjithmonë, bëj durim dhe mbaje veten në këtë premtim dhe pastaj durim në kujdesin për familjen tënde. Për atë për cilën je përgjegjës. Të gjithë ju jeni përgjegjës ta profetit sallallahu alaihi wasallam. Rai, pra barin. Dhe çdo bari është përgjegjës dhe do të pyetet, do merret në përgjegjësi, mos kujto se do të lërë Zoti pa pyetur për familjen tënde. Për ata që i ke ti nën hyqëm. Buri ka nën hyqëm gruan e vet, në hyqëm ka fëmijët e vet, mbase një vëlla dhe një motër më të vogël për cilën është kujdestar, ose njerëz të cilët i ka, domethënë nën kujdesin e tij, mund të ketë jetim, mund të ketë njerëz të cilët kujdeset për ta, pra i kanë nën kujdes, edhe ka i përgjegjësinë ligjore. Pra ta njerëz urdhrohen në këtë formë kujdes dhe bëu durimtar thot. Dhe i qëndrueshëm në këtë. Çfarë thot? La nas'aluka rizqa. Ne nuk kërkojmë të na furnizosh, nuk kërkojmë rizkun prej teje. Allahu i thot kujt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë frika e njeriu ku është, apo bëu rizku, apo bëu paraja, apo bëu pasuria, si do bëj, do vdesim. Duhet edhe puna është farz, edhe puna është detyrë, subhanallahu. Padyshim që puna është detyrë, sepse është pjesë e detyrimit të njeriu, po jo në kurrizë të fesë, në kurrizë të lidhjes që kemi Allahun xheleshan, në kurrizë të ahiretit. Puna është thjesht një mjet për të marrë riskun që ka caktuar Zoti për ty në këtë dynjë. Bëje me ndëshmëri, ai sa ke për të marrë do marrësh. Plotësove nevojat e tua të ditës. Nuk ka pse të shqetësohesh më shumë. Subhanallahu. Vallahi do të them ndonjëherë habite. Një rast, e them sinqerisht, subhanallahu. Dikush nga këta që çajin dru. Të gjithë kemi pasur të bëjmë, marrim dru të dimrit dhe marrim vëllezër nga ata që kanë forcë dhe mund e punojnë, e kanë këtë forcë dhe punojnë. Dhe aq metra sa e pata atë ditë për të çarë më ndihmoi, Allah është shpërbleft. Dhe i thash,edi dikush që të porosiste një punëtor që do vish edhe të më qashe drut e mia. E di çfarë tha? Subhanallahu, më mbeti në mendje, ai tha me shumë pastërti, kupton? Tha, ka është mjaft për sot. Mjaft për sot. Mjafto. Ka sa mora? Mjaft për sot, subhanallahu. Wallahi më thjesht si fare. Sikur njeriu domethënë ta kishte këtë, po duke lidhur padyshim me besimin në Allahun, subhanahu wa taala. Domethënë duke lidhur të me besimin në Allahun, nëse e thua këtë me shpirt, kupton, vallahi kaq mjafton. La nas'aluka rizqa. Nuk kërkojmë rizkun prej teje. Nahnu narzuquk. Ne të furnizojmë ty. Wal aqibatu lit taqwa. Dhe përfundimi i mirë i takon devotshmërisë. Për mblidhi këtë porosi që solli Sheikh Saadi me këtë ajet, për të na treguar se në çmë mënyrë Zoti subhanahu wa taala e porosit profetin që të bëj durim. Ja ky është durimi që porosit Zoti subhanahu wa taala. I shtjelluar në ajete të tjera të librit të Allahut subhanahu wa taala. Ajeti për cilën po flasim në surën Sad, çfarë thotë? Bëj durim. Bëj durim i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sigurisht se bën durim gjithë profetët para teje. Kjo do të thotë vëllezërit e mi, vazhdon Sheikh Saadi për ta mbyllur fjalën e tij. Kjo do të thotë që adhurimet e shumta të ndihmojnë të jesh i durueshëm dhe të përballosh peshën e rëndë përgjegjësive dhe sfidave. Pesha nuk përballohet siç mendojnë njerëzit me patjetër vetëm me pasuri financiare. Po i patë lekun, të gjitha i bën, se kjo është fiksuar te njerëzit fatkeqësisht sot. Ndërkohë që subhanallahu nuk e kuptojnë që kjo është thelbi i problemit të tyre. Sepse zemrat nuk kanë lidhur me Allahun xheleshan, ti mbështeten Allahu subhanahu wa taala. Dhe të mendojnë që zgjidhja vjen nga ai, me mënyrën që ai ka përcaktuar. Po mendojnë që zgjidhja vjen me anën financiare.
Prandaj dhe përkushtohen tërësisht vetëm mbledhjes së të ardhurave. Nëse ke para, je i sigurt. S'ke, je i poshtëruar. La ilaha illallah. Po ku është besimi në Allahun subhanahu wa taala? Rrezikun kush e shpërndan? Qëllimi i jetës mbledhja e këtyre lekëve ose parave është vëllezërit e mi. Pra alhamdulillah njeriu thot ta përballosh peshën e rëndë të përgjegjësive dhe sfidave me çfarë? Me mënyrën që përcakton Zoti xhaleshano. Jo përmes mënyrave që i mendon ti se janë të sakta, siç tham, pra ana financiare. Jo. Përballohet me mënyrën që do Zoti. Mënyra që do Zoti është mbështetja e plot tek Allahu subhanahu wa taala. Adhurimi i Allahut azza wa jall. Përkushtimi në atë për çfarë të krijoi. Të krijoi që të adhurosh atë, të jetosh konform asaj që do ai, fitosh ahiretin për jetësinë. Dhe nuk kërkojmë risk për teje. Ne të furnizojmë ty. Risku e ka dorë Allahu xhaleshano. Pra mos ki frikë për riskun, do ta jap Zoti xhaleshano. Do të jap ai rrugë zgjidhje, vetëm ti përmbaj asaj që do Zoti. Mbushi ditët e tua me hajër. Mbushi me adhurime për Allahun subhanahu wa taala. Kjo do të thotë që adhurimet e shumta të ndihmojnë të jesh i durueshëm dhe të përballosh peshën e rëndë të përgjegjësive dhe sfidave, thotë Sheikh Saadi, Allahu mëshiroft. Ndër adhuruesit më të mëdhenj ishte edhe profeti Daud, të cilin Allahu e përshkruan duke thënë: "Kujto robin ton Daudin, të fuqishmin, subhanallahu. Dhul Aidi, të fuqishmin, e quan Zoti i fuqishëm. Do forcë? Ja kjo është forca. Nuk është vetëm forca trupore, forca financiare etj. Pra, të fuqishmin në fe dhe në trup. Ai ishte shumë i fortë dhe i gjallë në adhurimet që i përkushtonte Allahut subhanahu wa taala me trupin dhe zemrën e tij." Mbaroi fjala e Sheikh Saadit, Allahu mëshiroft. Edhe Daudi alayhis salam, si profeti i Zotit, na kujtohet këtu si shembulli i atij që gëzoi durimin dhe besimin e palëkundur. Zemra e tij ishte e ndjeshme pra ndaj fjalës së Allahut subhanallahu. Shumë i ndjeshëm ndaj fjalës së Zotit. Ndaj Zeburit. Te Daudi i dha Zeburi. Çfarë është Zeburi? Që e dëgjoni ose ndoshta siç rëndojmë quajmë psalmet e Daudit ose të Davidit, siç i quajnë ndryshe sot, pa ato janë Zeburi që u dha Daudi. Çfarë ishin? Ishin lavde dhe përlëvdime drejtuar Zotit. Kjo tregon se sa e prekur ishte zemra e tij nga madhështia e Allahut subhanahu wa taala. Sa që i përkushtonte Allahut adhurime të shumta dhe përlëvdime. Pra ato fjalët e tij ishin tasbih, që do thotë deklarimi i pastërtisë së Allahut nga çdo emet. Madhërimi i Allahut xhaleshano, lavdërimi i Allahut, mirënjohja e shprehur Allahut xhaleshano. Dhe Daudi ishte i tillë. Mendoj për profetin sallallahu alaihi wasallam, që në fakt është më i miri adhuruesve që ka ekzistuar, më i mirë se Daudi alaihi salam, pa dyshim. Në këtë s'ka asnjë dyshim. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, namazi më i mirë ishte namazi i Daudit. Agjërimi më i mirë ishte agjërimi i Daudit. Mendoni, domethënë, çfarë grade ishte Daudi alaihi salam. Zemra e tij e ndjeshme ndaj fjalës së Allahut gjeti prehje përmes dhikrit dhe adhurimit. Ndaj edhe ne, kur të na lëshojnë fjalët e njerëzve, të na lëndojnë, të na rëndojnë, të na lëshojnë forcat nga fjalët e njerëzve, duhet të strehojmë te kujtimi i Zotit që shëron çdo lloj plage. Fejo Allahu subhanahu wa taala. Mos u merr me ato që më shumë të rëndojnë shpirtin, më shumë të bëjnë që të rëndohesh nga punët e mira, lëri ato. Durimi për hir të të vërtetës është dritë, thon dietarët. Durimi për hir të të vërtetës është dritë. Dhe vjen një nënvizoj mirë të fjalën për hir të të vërtetës. Siç thot Allahu subhanahu wa taala, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bëj durim dhe durimi jot të jetë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra të synosh kënaqësinë e Allahut dhe të synosh të arrish ato që synohet të arrihen përmes durimit. Pra bëj durimi për hir të vërtetës është dritë. Ka thënë i dërguari i Allahut dhe ai shpërblehet me ndihmë nga Zoti në kohën e duhur. Pra nëse njeriu bën durim për hir të Allahut subhanahu wa taala, do ta sjellë Zoti ndihmën dhe fitoren në momentin e duhur, kur do Zoti subhanahu wa taala. Dhe kur është më e mira. Edhe për ty dhe për gjithë të tjerët. Në fakt jeta e profetëve është faqe pas faqeje një histori e durimit dhe besimit tek Allahu xhaleshano. Kur shpirti i njeriu ngrihet mbi poshtërsitë e kësaj bote dhe arrin tek mirësia e përjetshme që është xheneti. Prandaj duro ndaj fjalëve të tyre, është një porosi që na mëson të mos thyehemi nga talljet kalimtare, por të përgjigjemi me qetësinë atij që mbështetet tek Allahu subhanahu wa taala. Sikur se tham pak më sipër. Subhanallahu mendo, i jep shumë rëndësi Allahu xhaleshano durimin ndaj fjalëve. Mos kujtoni se është gjë e vogël. Të folurit keq ndaj atyre që bëjnë punë të mira, nuk është e sotmja, është histori që nga fillimi i njerëzimit. Dhe kur e përmend Zoti kaq fort, kaq të theksuar, kjo tregon se është shumë e rëndësishme reagimi ndaj tyre. Ky është reagimi që pritet nga ne. Ky durim i jep zemrës,
një forcë të pashtershme, thonë. Pra nëse bën durim me mënyrën që ka caktuar Zoti përballë këtyre goditjeve, i jep zemrës një forcë të pashtershme, thotë. Ashtu siç i dha Davudit forcën për të qenë falëndërues dhe i pa lëkundur përballë provave. Ai e kthente zemrën nga Zoti në çdo rrethan, sepse vërtet ai gjithnjë i drejtohej Allahut subhanahu wa taala. Ai ishte Awwab. Innehu Awwab, thotë Allahu subhanahu wa taala. Pra është Awwab, do të thënë Awwab, aba yaubu, do thotë ai që kthehet gjithmonë me pendim të sinqert, me nënshtrim drejt Allahut xhaleshan. Gjithmonë ai që e llogarit veten e tij vazhdimisht. Shikon ku ka gabime dhe kthehet yaubu ila Allah. Ai është Awwab, kthehet tek Allahu. Zot, si ta rregulloj këtë çështje? Si ta përmirësoj? Ky është Awwab. Pra ai që përmirëson veten e tij vazhdimisht. Ai e kthente zemrën nga Zoti gjithmonë, vërtet i drejtohej gjithmonë Allahut xhaleshanu, cilësi e artë, kjo e njerëzve të afër me Zotin, të cilën duhet ta kërkojmë edhe ne. Kjo kërkohet nga të gjithë, nga çdo musliman kështu duhet të jetë. Do jetë Awwab, durimtar, i përkushtuar në adhurimin e Allahut, durimi do të jetë vetëm për hir të Zotit dhe për hir të hajrit që synohet dhe me mënyra që ka caktuar Allahu xhaleshanu. Adhurimi i sinqert ndonjëherë, larg nga fitnë dhe sprova që sëmundin zemrën, mos e lër veten të përzihesh me to. Pastaj domethënë për kushtim në namaz, për ata që kanë përgjegjësinë tënde, rregulloj ata që dëgjojnë fjalën tënde dhe kanë tinin përgjegjësinë tënde, dhe vallahi përballë kësaj përpjekjeje, asnjë lloj sherri në faqen e dheut nuk mund të përballet me rregullimin që sjell muslimani. Rregullimi që sjell muslimani përballë, domethënë nuk përballet në asnjë. Çfarë do të forcë në botë i dal përpara, nuk e mposh dot. Se nuk është diçka që mposhtet me forcë fizike, as me armë, as me mashtrime e tjera ose me dyshime. Se kjo është forcë e bazuar mbi porositë e Allahut xhaleshan. Dhe ky lloj rregullimi vjen ngadalë, shtrihet në shoqëri. Lehtë, ëmbël, pa u ndier fare. Dhe shikon domethënë që gjërat rregullohen me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe sjell Zoti pasaj edhe momentin kur dalin burrat. Edhe momentin kur dalin burrat, ata burra dalin vërtet përgatitur. Nuk dalin burra domethënë që janë me interesa dynjaje. Dhe shiten sa lart e poshtë. Për çdo lloj çmimi. Por dalin burra që alhamdulillah kanë frikë vetëm Allah, dhe ata përpiqen të kënaqen atë subhanahu wa taala. Kuptimi i forcës së vërtet del në pah tek shembulli i Davudit alayhis salam. Ai njihet si mbret dhe luftëtar trim. Fizikisht i fuqishëm. Subhanallah. Fizikisht i fuqishëm. Mendo, vetëm kujto faktin thot që djaloshi Daud në rinin e tij. Subhanallah, në momentin kur përball me ushtrinë e Xhalutit, Daudi ishte ushtari i Talutit, cilin e vendosi profeti. E dini historinë e bijve të Izraelit. Edhe dini se ai që e vrau Xhalutin, Xhaluti gjigant i fuqishëm, askush nuk fitonte në duele me të, e vrau Daudi. Prandaj ishte fuqishëm trim, i guximshëm, subhanallah. Dhe e mposhti Xhalutin e fuqishëm, gjë që i solli famë mes popullit të vet. Se mundin djalosh domethënë çfarë fuqie ka pas frej, subhanallah. Fuqia është tek tjetër kund. Mbase mund të mos jetë i fortë në trup, në dukje. Dikur domethënë mund të jetë dikush i dobët në trup, por subhanallah, zemra e tij është gati të thyejë male. Pse? Sepse bërimi i forcës vjen nga tjetër vend, nga sipër, nga qielli, subhanallah. Mirë, por kur Allahu e quan i fuqishëm, dhul eidi, dietarët thonë se s'është fjala vetëm për fuqi trupore. Po, edhe fuqia trupore është, alhamdulillah, dhe është i fortë muslimani me fuqinë që jep Zoti. Si shpjegon Ibn Abasi dhe tabiinët më pas, dhul eidi nuk kupton forcën e gjerë në çdo aspekt, fizike, politike, morale, shpirtërore. Pra ai u bë tashmë i fuqishëm në gjithë aspektet, se u bë mbret, subhanallah. Edhe mendo pak, mbret mbi një popull si tipi i Ben Israilëve. Përfitoni domethënë mbret mbi një popull të tillë, çfarë lloj force duhet të kesh, duke marrë parasysh atë që na thot Zoti subhanahu wa taala rreth natyrës së Ben Israilëve. Pra ishte një mbret i fuqishëm, vërtet i urtë që i dha Zoti xheleshanu famë dhe mirësi dhe e gradoi në gradat e larta. Daudi pati forcën alayhis salam për të ngritur një mbretëri të drejtë, por mbi të gjitha pati forcën e karakterit. Zemër të lidhur fort me Zotin dhe vendosmëri për të zbatuar urdhrat e tij. Kjo fuqi e brendshme është forca e vërtetë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk është i fortë ai që i mund të tjerët në mundje, i fortë është ai që e përmban veten në çfarë zemrimi. Ja kështu ishte ky udhëheqës i drejtë. Edhe pse ishte i fortë, si 13 syri para askujt, nuk tërhiqej nga frika. Nuk tërhiqej nga thyerja sepse po përballet me dikaj që se mposh dot, jo vëllai. Tërhiqej domethënë se ai që mposh veten çfarë zemrimi, ai që
e nështron veten ndaj të vërtetës. Qëllimi është të dalë e vërteta, të dalë hajri, të realizohet e mira. Nuk është qëllimi kush doli i forti, kush është më i mirë. Ja unë jam i mirë, ai është i keq. Do të rregullosh ose të pastrosh figurën tënde, vallahi lere se pastron Allahu subhanahu wa taala. Fuqia është tek, domethënë durimi në gjaknxetësi, në zemrime sipër dhe e mban veten në çast zemrime thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Prandaj fuqia morale për të kontrolluar veten dhe për të qëndruar i drejtë vlerësohet më lart se çdo lloj trimëri fizike. Daudi alayhis salam i pati të dyja, guximin e kalorësit, që s'ia mbath të kur nga betejë, si dhe devotshmërinë e besimtarit që e mund veten e tij dhe e nënshtron veten e tij vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, për të kënaqur Zotin xhelashana. Ai ishte i mbret triumfues në tokë, sepse ishte para së gjithash rob i përulur i Zotit që është në qiell. Edhe një herë, triumfues në tokë, triumfi në tokë është duke qenë rob adhurues i atij që është në qiell. Nuk ka ndryshe, nuk bën ndryshe. Kur forca materiale shoqërohet me fuqi morale dhe shpirtërore, njeriu arrin të jetë vërtet i fuqishëm, në kuptimin më fisnik dhe të plot të fjalës. Këtë kuptim të forcës duhet ta kërkojmë edhe ne, duke ushtruar vullnetin, duke vullnetin ton ta ushtrojmë vullnetin në çdo drejtim. Pra vullnetin ato punë të hajrit që tham pak më sipër. Ta kemi forcën të arrijmë. Të ushtrojmë, duke ushtruar vullnetin, duke zotëruar veten, duke u bërë të fortë në durim, falje dhe devotshmëri në vend se thjesht të kërkosemi me epërsi kalimtare fizike apo pasurore. Nëse fitove tani për momentin, është kalimtare kjo që fitove ti. Thjesht mos duket se fitove gjë. Valla asgjë s'ke fituar. Nëse nuk është me mënyrën që do Zoti, nuk e fituar asgjë. Fitoria është e kushtëzuar me atë që do Zoti subhanahu wa taala. Lut sallallahu subhanahu wa taala na kthej në fenë e tij. Sallallahu na rregulloj në përkushtimin e adhurimit ndaj tij. Për veten tonë, për familjen tonë, për ata që kemi në përgjegjësi, kaq kemi detyrë. Kjo është detyra jonë, vallahi. Nëse i bëjmë këto, vallahi do ta sjell Zoti subhanahu wa taala edhe një herë përsëris, do ta sjell Zoti xheleshanu fitoren dhe hajrin. Forca pa drejtësi dhe pa moral është dobësi dhe poshtrim, ndërsa qëndrueshmëria për të mirën është madhështi tek Allahu xheleshanu. Bukuria e adhurimit të qëndrueshëm shfaqet mahnitshëm në jetën e Davudit, si profet dhe mbret. Ai kishte përgjegjësi të mëdha ditore, mirë por kjo nuk e pengoi të ishte adhurues i palodhur i Zotit. Një aspekt tjetër i Davudit alayhis salam. Se thot dikush, po mirë, të merri gjithmonë me fen, po ne s'punojmë dot. S'të thot njëri mos fitosh shumë në tregti ose të ngresh forcë financiare në të gjitha aspektet, pra. Nuk pengon njëri. Jep një shembull, pra për treguar që nuk bie ndesh të qenurit adhuruesi Allahu subhanahu wa taala, i përkushtuar, nuk bie ndesh as pak me shqetësimet e dynjas. Ka mundësi njeriu ti ndaj bukur gjërat, ti ndaj në mënyrë të drejtë që ai të arrijë atë që duhet. Pra, kjo duhet edhe musliman. Duhet që elhamdullah përpiqen në të gjitha aspektet. Edhe në forcimin e tyre financiar, fizik, shoqëror, qoftë edhe politik në kuptimin e pranueshëm të fesë tonë, mos keq kuptohet çështja e politikës. Pra në të gjitha aspektet. Le të punojnë, po jo të heqin dorë çfarë nga pjesa e lidhjes që ka me Allahun subhanahu wa taala. Se nuk ka zgjidhje. Ajo është kryesore, ajo është primaria. Këto të tjerat janë mjete, kështu që mos ju jep tërësisht mjeteve duke hequr dorë nga ajo që është parësore, është qëllimi në vetvete. Pra, kjo është një mësim që jepet nga Davudi alayhis salam. Si profet dhe mbret kishte përgjegjësi të mëdha ditore. Mirë, por kjo nuk e pengoi të ishte adhurues i palodhur i Zotit xheleshanu. Përkundrazi pikërisht devocioni i tij e bëri udhëheqës nga më të bekuarit në jetën e kësaj dynjaje. Edhe në ahiret padyshim ai është prej të zgjedhurve. Përkundrazi pikërisht devocioni i tij, pra devotshmëria ndaj Allahut e bëri të tillë. I dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam thotë, namazi më i dashur sikur sa tham pak më sipër tek Allahu është namazi i Davudit. Edhe agjërimi më i dashur tek Allahu është agjërimi i Davudit, ai flinte gjysmën e natës, pastaj falej një të tretë me saj, e përsëri flinte një të gjashtë. Dhe agjeronte një ditë po e një ditë jo. Këtu, pra, vjen autori Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, vjen dhe shtjellon këtë, domethënë mënyrë se si kishte ndërtuar jetën Davudi alayhis salam për ta përmbyllur këtë mësim të sotëm me këtë pjesë inshallah. Ky hadith na pasqyron qartë portretin e Davudit alayhis salam. Një njeri që gjen kënaqësinë te namazi natës dhe agjerimi vullnetar, subhanallahu. Është prekse të mendosh për të, teksa në errësimin e qetë të natës zgjohet nga shtrati i rehatis dhe qëndron në këmbë, mbreti i fuqishëm Davudi alayhis salam. I vetmuar para madhështisë së Allahut xheleshanu. Me zërin e tij të bukur ai këndonte lutje dhe lavde, pra hamde për Allahun subhanahu wa taala.
Me zënën e tij të bukur, ai këndonte lutje dhe lavde hynore. Me sytë e ngrohtë, ai qante nga përullësia dhe dashuria për Allahun xhaleshanu. Dhe me trupin e tij bënte sejdë të gjata plot për kushtim, mbreti. Si arrihet durimi, si arrihet, domethënë, lartësimi. Ja si arrihet lartësimi. Rruga është e qartë. Thjesht problemi që muslimanët nuk janë të lidhur me shpalljen. Muslimanët janë të lidhur me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe normal që po që vej lidhur me dynjan, si do t'i sjellë çdo gjë ndërmend. Ky është imazhi i një mbreti që e shihte veten thjesht si rob të Zotit. Adhurimi i rregullt ishte burimi i fuqisë së tij shpirtërore, nëpërmjet tij Daudi fitoi mençuri, kuraj dhe ekuilibër në zemrën e tij. Ai gjëronte shpesh. Agjërimi i Daudit ishte agjërim i moderuar, por konstant, i vazhdueshëm. Pa ndërprerje, një ditë po e një ditë jo, që tregon se si nuk e la shpirtin të mpaket nga begatia e dynjas. Në fakt jo ka lidhje me atë që u tha pak më sipër. Domethënë që njeriu ta frenoi veten nga epshet e dynjas, nga infektimi me kënaqësitë e dynjas, një mënyrë shumë efikase është agjërimi. Agjërimi ditë po një ditë jo. E shtronte veten. Do të shfrenor zotrote. Ta dregojmë shfrenimin nesër. Agjërim. Një ditë po një ditë jo. Një ditë po një ditë jo. Që ta ushtrosh veten, kjo për çfarë bëhet? Kjo bëhet që shpirti të nështrohet në atë që ti kërkon të arrish prej tij. Kërkohet përjetësia në xhenet. Subhanallahu, kërkohet domethënë dynjaja. Jetë dynjas, i provon njeriu gjitha dynja në dynja. Dhe nuk ka kënaqësi të vazhdueshme në dynja. Pra, agjërimi, ktheu në edhe një herë që është ka lidhje me çfarë? Ka me këtë pjesë. Ky përkushtim i vazhdueshëm është modeli më i mirë për ne. Edhe nëse nuk arrim dot nivelin e adhurimit të Daudit alayhis salam, mund të mësojmë rëndësinë e qëndrueshmërisë në adhurim. Pra ti jesh i vazhdueshëm në adhurim. Nështroje nefsin tënd, shpirtin tënd, veten tënde me disa lloje adhurimesh, qoftë me namaze, përveç farzave dhe sunetet e rregullta dhe nafilet, të paktën nivelin themi atë më të përhapurin që kemi thënë të namazeve që falen gjatë ditës. E dini shumë mirë, xhallarët flasin për ta përmbushur këtë lloj niveli. Para në namazin, para agjërimin, në mos qoftë një ditë po një ditë jo, atëre 3 ditë në muaj ose 6 ditët e Shevalit pas Ramazanit. Domethënë që ta fusësh veten mes atyre që janë të vazhdueshëm disa, ose agjërimin të Arafatit ose të Ashuras. Pra disa lloje agjërimesh që ti jave vetes veri detyrë dhe mos ju ndaj asnjëherë atyre. Dhe kjo elhamdulillah ka krijuar një nivel të mirë inshallah. Pra ky përkushtim vazhdueshëm është modeli më i mirë për ne, edhe nëse nuk arrim dot nivelin e adhurimit të Daudit alayhis salam, mund të mësojmë rëndësinë e qëndrueshmërisë në adhurim. Edhe pak mjafton të jetë e rregullt. Pra edhe pak nëse bën, mjafton të jetë sistematike. E pa ndërprerje. Një hadith na kujton, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba al-a'mali ila Allah subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qall. Puna me dashur tek Allahu është ajo që është e vazhdueshme, edhe nëse është pak. Po flasim për sunete dhe s'po themi për farze, edhe pak, e një namaz në ditë mjafton. Mos kuptoni fjalën në këtë formë. Flasim për farzet, detyrimet, farzet, haramet, gjunafet e mëdha, muslimani këto i konsideron çështje të mbyllur. Mund të ndodhë të bjerë, mund të ndodhë. Allahu musta'an, por se prapë pendimi duhet më një herë. Po flasim për edhe një herë për nafile të pëlqyeshme që njeriu ta ngrej veten e tij dhe ta forcoj. Ky është një hadith që sjell Imam Muslimi. Veprat më të dashura tek Allahu janë ato që bëhen vazhdimisht, sado të pakta qofshin. Kjo ishte pasuruar kaq bukur në jetën e profetit Daud alayhis salam. Prandaj çfarëdo pozitë angazhimi të kemi në këtë botë, le të mos e neglizhojmë lidhjen tonë me Allahun xhalesha. Namazin natës, edhe pak rekate qoftë, 1-3 rekate që është vitri. 2 rekate pasjacie ose 2 rekate namaznate, edhe 3 vitër ose 1 vitër. Elhamdulillah, 2 rekate je i vazhdueshëm po fal namaznate. Subhanallah. Nëse fal 2 rekate namaz, vetëm 2 rekate namaz. Ti konsiderohesh për atyre që nuk janë prej gafilimve, nëse lexon 10 ajete nga libri i Allahut. Fatihaja ka vetë 7 ajete, 2 rekate ke lexuar 14 ajete, apo thon. 2 rekate vetëm. Nuk shkruhesh nga ata që janë gafilin, të pavëmendshëm, subhanallah. Vetëm bëjmë i rregull, mos e lërm inshallah. Namazi natës edhe pak rekate qoftë, dhe agjërimi vullnetar her pas here janë ushqimi i shpirtit që na mban gjallë besimin. Ushqet besimi. Tek adhurimi për zemër, gjejmë bukurinë e afrimit me Allahun xhaleshanu, ashtu si Daudi gjeti ngushëllimin e forcë, pra në netët e gjata, plot lutje dhe përkushtim nga ai. Në harmoni me krijesat, në adhurim. Edhe Daudi alayhis salam u përshkrua edhe me një përshkrim tjetër, dhe kjo mbase vetë pjesë e mësimit tjetër inshallah hollësisht,
Nëse Allah na mundsoj. Ja një veçori tjetër e rrallë e profetit Daud a.s. Kur ai këndonte tesbih dhe lavdëronte Allahun, e gjithë natyra sikur i bashkohej, domethënë adhurimit të tij, subhanallahu. Çfarë lloji domethënë adhurimi bënte Daudi ose lavdërimesh dhe shpirti që ai kishte domethënë si e përkushtonte adhurimin. Kurani na thotë se Allahu i nështroi kodrat, pra malet dhe shpezët që të bënin tesbih së bashku me Daudin a.s. Në mëngjes dhe në mbrëmje. Mendje dhe zemër mbeten të mahnitura para kësaj skene madhështore, përfitore. Ne i bëm malet së bashku me të madhëronin Zotin në mëngjes dhe në agim. Edhe shpendët të cilët mblidheshin, subhanallahu. Kjo do vijë shtjelluar radhësitë inshallah. Për mënyrën se si, çfarë ka thënë dietarët, si malet bënin tesbih bashkë me Daudin a.s. Po shmendet çfarë tesbih u bënin, cila ka qenë domethënë mënyra se si ndodhte kjo. Elus Allahu subhanahu wa taala na uzoj në rrugën e tij. Elus Allahu subhanahu wa taala na bëj durimtar. Sallallahu na bëj nga ata që përkushtohen në adhurimin e tij, jeta vazhdon, ditët, netët ecin dhe zvendçojnë njëra tjetrën dhe shkurtohet koha e njeriut, e çdo njeriu në faqen e dheut, do të vijë dita që do largohet dhe me vete do marr vetëm çfarë? Durimin dhe përkushtimin, adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na bëft për atyre të mirëve. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.